Fillimi i stinës së pranverës sjell me vete edhe alergjit. Gjelbrimi që është i zakonshëm për këtë periudhë të vitit ka bërë që të shtohen radhët tek mjekët prej pacientëve që kërkojnë ndihmë dhe që vuajnë nga alergjit. Janë një grup pacientësh të cilët janë tani më kronik nga alergji sezonale dhe ato e dinë dhe bëjnë hiposensibilizim, marrin terapi me kohë, mirë po ka një numër të pacientëve të cilët as që dinë se kanë ndonjë problem me alergji sezonale dhe normalisht të vinë edhe ata kërkojnë ndihmë në ordinancat tona. U rekomandohet terapia e cila është enkas për alergjit dhe normalisht u japim sugjerime këtyre pacientëve të cilët kanë probleme me alergjin që mos të ekspozohen në vende ku ka shembull tepër gjelbrim, pasi që direkt i atakon rrugët e frimarrjes tek këta pacient dhe mundësisht nëse e kanë të patjetërsueshme të dalin apo të punojnë në vende ku ka më tepër gjelbrim të mbajnë maskat mbrojtëse të cilat sadopak do t'i mbronin këta pacient nga alergjitë sezonale, pasi që kemi edhe një numër të pacientëve të cilët kanë edhe komplikime nga vetë alergjitë, pastaj kalon në rrugët e poshtme sistemit të frimarrjes, pra kanë astmën alergjike, të cilët me të vërtet kanë probleme serioze shëndetësore, pra çdo herë ne këta pacientë i sugjerojmë që të marrin terapinë e duhur në kohë, ashtu siç i kanë të rekomanduar dhe mundësisht sa të munden që t'i shmangen daljes në natyrë apo ekspozimit në vende ku ka më tepër gjelbrim dhe alergjene të cilët do t'i atakojnë, do ta dëmtonin shëndetin e tyre. Sugjerimet janë që këta pacient të marrin terapinë e duhur në kohë dhe mundësisht të shmangen nga dalja në natyrë ose vendeve ku ka më tepër gjelbrim. Në ndërkohë mjekët thonë se të gjitha moshat janë të prekur. Ne nuk kemi ndonjë ndarje të themi për sa i përket grup moshave, alergjit mund t'i atakojnë si më të vegjëlit, ashtu moshat e mesme, po ashtu edhe ato më të moshuarit edhe pleqët. Ne thash ato pacientë të cilët e dinë se tani më kanë alergji, vinë me kohë dhe kërkojnë ndihmë, po ka një numër të cilët nuk e dinë dhe enkas i atakon këto. Veçanërisht të vegjëlit, të cilët normalisht edhe ato i atakon, po ato nuk dinë edhe të ruhen, nuk dinë të kujdesen, pasi që normalisht kanë dëshirë të luajnë, të lozin, të dalin në natyrë, e cila është shumë e mirëseardhur dhe e mirë për ata të dalin të luajnë në natyrë, se sa të rinë me mjetet elektronike të në kohën të mbyllur në përdhoma, mirë po të ata pacientë të cilët paraqiten ndryshimet të tilla, mirë është që me kohë të paraqiten tek mjekët e tyre amë dhe të kërkojnë ndihmë, të marrin rekomandimet e më të tjeshme që të dinë se si të mbrojnë shëndetin e tyre. Krahas kësaj, problem në vete është se qytetarët nuk e dinë se prej nga vinë më shumë alergjit, prandaj rekomandohen testime që të dinë të mbrohen. Kur jemi te alergjit, ne asnjëherë nuk e dimë saktë se nga cili alergjen një pacient i caktuar do të smuret apo do të atakojë një alergjen i caktuar. Për këtë arsye, ata pacientë të cilët kanë probleme më serioze me shëndetin e tyre, veç të një numër të madh të cilët e kalojnë në një mënyrë akute të shkurtë dhe pasi marrin ndonjë bar u kalojnë shqetësimet e ata të cilët komplikohet gjendja shëndetësore apo nuk kalon lehtë alergjia sezonale nga poleni, ata marrin rekomandime të më të tjeshme, pra bëjnë analiza dhe të shohin enkas nga cili alergjen ata vuajnë dhe normalisht të dinë edhe të mbrohen, se ne kemi alergjen edhe nga pluri i shtëpisë, të cilin ne kemi në për ambientet ku jetojmë dhe banojmë. Mirë po, pacientë të tillë të cilët i bëjnë testet e alergjisë, pra dinë edhe në një farë mënyrë dinë edhe të mbrohen, mirë është i bëjnë ato testet dhe të shohin nga cili alergjen që të dinë edhe të mbrohen. Rekomandohet që edhe daljet në natyrë në këtë kohë të jenë më të kujdesshme, por më kujdes duhet të kihet nga pluhuri, qoftë në natyrë, qoftë në shtëpi.